ndërkohë që po i njëjti ka marrë takim bashkë edhe me juve në një takim të ftuar nga ata që po e quajnë veten në qeveri, e që në fakt vetë qeveri nuk janë, sepse tashme janë deputet të betuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Pra ju rikujtoj edhe një herë, këto dy institucionet të pavarura, të cilat sipas ligjit duhet t'i raportojnë Kuvendit, nuk vinë për të dhënë përgjigje në Kuvend dhe ne sot kemi pasur shumë pyetje, po besoj edhe ju, po edhe ne për ta. Siç e dini, para disa ditëve 30 deputet nënshkrues të Kuvendit të Republikës së Kosovës, po thuaj nga një pjesë e madhe e partive politike, kanë bërë një kërkesë zyrës së rregullatorit të energjisë që të anulloj vendimin për vendosjen në treg të hapur të rreth 1300 kompanive me argumentin e fortë se nuk ka konkurrencë dhe nuk ka treg të hapur. Tashme dim, ekziston edhe një studim për analizën e konkurrencës së tregut, është i aprovuar nga zyra e rregullatorit të energjisë me 12 nëntor, ja ku e keni vlerësimin e konkurrencës në sektorin e energjisë elektrike, dokument ky i aprovuar nga Bordi i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë Elektrike me 12 nëntor të vitit 2024, i cili thotë që në Kosovë nuk ka treg të lirë të energjisë elektrike dhe se tregu është mjaft i koncentruar. Domethënë këta në nëntor të vitit 2024 e kanë pranuar dhe e kanë aprovuar një dokument i cili thotë që nuk ka konkurrencë, në ndërkohë se tash është njoftimi edhe detyrojnë rreth 1300 kompani që të dalin në tregun e hapur. Ne sot prap kem dashje me përsërit kërkesën së bashku me ju përfaqësues të biznesit, që në fakt të anullohet ose të shtyhet deri në krijimin e kushteve vendimi për vendosjen e treg të deregulluar të kompanive. Tash i kemi informacionet, i kemi marrë nga gjithë ju dhe janë publike që nuk ka konkurrencë lirë për shkak se ju si shoqata dhe disa prodhues të cilët po i shoh që janë prezente edhe këtu keni kërkuar në fakt ofertat për energji elektrike nga pothuajse 19 operatorë që janë të licencuar nga zyra e rregullatorit dhe keni marrë një ofertë të vetme dhe oferta vjen domethënë nga operatori Kesko, nga operatori i cili për momentin është duke u furnizuar por vetëm në treg të rregulluar. Keskon e falenderojmë që është prezente, arsyeja pse kemi thirrë sot këtu është që të na jap shpjegimin që si ka mundësi dhe si po e interpretojnë këta nenin 37, paragrafin 2, i cili në fakt thotë që operatorët ekonomik për me qëndru në treg të rregulluar duhet ose me pas qarkullim 90 milion euro, ose thotë duhet me pas nën 50 punëtor. Ndërkohë që ne kemi përshtypjen dhe jemi shumë të sigurt, jemi konsultuar edhe me plot jurist, që është duke u bën një keq interpretim i këtij neni, sepse neni flet për të plotësuar njërin nga kushtet për të qëndruar në tregun e rregulluar, ndërkohë që këta kur dëshirojnë ti përjashtojnë, po kërkojnë që me u plotësu në fakt të dy këto kushte. Kjo është analog, sikur që ne kur e kemi ftu takimin me thonë që në këtë takim të drejtë të pjesëmarrjes kanë ose përfaqësues të biznesit ose përfaqësues të institucioneve. Dhe me dalë dikush në recepcion, edhe me i thonë dikuj duhesh me qenë edhe përfaqësues i biznesit edhe përfaqësues i institucioneve për me mujt me hy brenda. Edhe kështu në fakt i kishin përjashtuar të gjitha, apo jo. Ndërkohë që paragrafi 2 i nenit 37 kërkon që me u plotësu ose njëri ose ose tjetri kriter për me qëndru në treg të rregulluar. Nuk kërkon që për me qëndru në treg të rregulluar me u plotësu të dy kriteret. Kështu janë rreth 1000 kompani, ne konsiderojmë që jashtëligjshëm Kesko është duke i përjashtuar. I kemi pa aplikacionet e juja, bizneset edhe kanë demonstruar që në fakt në momentin kur ata fusin numrin e regjistrimit të biznesit, aplikacioni në mënyrë automatike i përjashton në qoftë se këta ose i kanë mbi 10 milion qarkullim ose domethënë kanë mbi 50 punëtor. Dhe ne dëshirojmë i bë me dije Keskos që në fakt me këtë keq interpretim këta rrezikojnë që pas datës 1 shërshor me u përballë me paditë shumëta. Dhe
Tjetër çfarë do me thonë duhem me diskutu këtu, e po besoj që me tash është e ditun shumë, është pasojat ekonomike dhe sociale të këtij vendimi, me qenë se zyrën e rregullatorit nuk e kemi prezente këtu, ne kemi pasur edhe shumë pyetje për ta. Në fakt kjo që po e bëjmë këtu nuk është politik, ne po përballemi me një gjendje jashtëzakonisht të rëndë. Derisa deficiti tregtar për periudhën 2009-2021 ka qenë 38 miliard, vetëm në 4 vitet e fundit deficiti tregtar e ka kalu 19 miliardëshin, vetëm në 3 mujorin e fundit, do të thënë vetëm mars, deficiti është fillu për 20.8% në krahasim me vitin e kalum, 100.000 llogari janë më pak aktive në trost, e dini që këto janë indikatorë të cilët kur janë krekos ish qeveria për punësimin i ka përdor, sot i kemi 100.000 llogari më pak aktive dhe kemi një gjendje të rënduar. Ndërkohë që inflacioni në muajin mars, për muajin mars ka qenë 3% në fakt, për prill, më falni, 3%, e kjo në krahasim me vitin e kalum është 4 fish më e lartë sepse vitin e kalum ka qenë vetëm 0.7%. Të gjithë këta janë indikator, implementimi këtij vendimi ne konsiderojmë që ka me pas pasoja jo vetëm për ekonominë dhe ndërmarrjet, ka me pas pasoja të shumta për konsumatorët qytetarët e këtij vendi, sepse tregtarët kanë me u detyru që këto kosto me i transferu në çmime, do të thonë në fakt me i fut me i bosi pjesë të çmimeve, duke ngritur kështu çmimin e secilit produkt. Ndërkohë për prodhuesit kjo ka me ndiku shumë keq sepse ka me ul konkurrencën në treg, disa për juve nështë qysh edhe i kemi dëgju deklarimet, ka me ju detyru që edhe me i mbyll bizneset komplet. Ne arsyeja pse po kemi kërku anulim ose shtyrje është se ne kemi pa dhe mirë kuptimin nga ana juaj. Nuk ju kemi dëgju juve si përfaqësues të bizneseve, të thoni që nuk dëshirojmë të dalim në treg të hapur. Krejt çfarë po kërkoni një vit, si vit tranzitor për të përgatitur dhe po kërkoni që në fakt të ketë konkurrencë reale në treg. Këto dhe plot pyetje tjera ne i kemi pasur sot të diskutojmë me ata të cilët nuk janë prezente, të cilët në emër të një farë pavarësie që veç pavarësi nuk mund të quhet, nuk i kemi sot këtu. Por imagjinoni institucionet e Republikës e Kosovës kur nuk janë përgjegjës për gjendjen e ekonomisë, gjendjen e prodhuesve vendor, gjendjen e atyre të cilët marrin pjesë në 80% në krijimin e vendeve të reja të punës, unë nuk di se çfarë bëjnë. Unë konsideroj që ne kemi obligim të diskutojmë njëri me tjetrin dhe gjithashtu, si parti politike po zotohemi se në momentin e konstituimit të kuvendit, qoftë si pjesë e institucioneve, qoftë si pjesë e opozitës, sepse për momentin nuk ka as pozitë dhe as opozitë, ne zotohemi që do të merremi shumë seriozisht edhe me institucionet të cilat nuk vinë me raportu, por do të merremi shumë seriozisht edhe me këto vendime që për neve janë komplet jo ligjore. Për shembull, t'ju them veç një gjë. Shifrat e importit të energjisë elektrike janë tepër interesante. Derisa Kosova në vitin 2024 ka importuar 142 milion, a e dini sa është importi i energjisë elektrike sipas të dhënave të doganës, vetëm deri në fund të prillit 2025. Do të thonë 142 milion është importi për komplet vitin e 2024 dhe vetëm deri me 1 maj është 140 milion euro. Kjo thjesht është dështim i zyrës së rregullatorit të energjisë për mbikëqyrjen e operatorëve. Dhe ky keq menaxhim dhe ky dështim po na transmetohet neve si qytetarë të vendit në ngritje të tarifave dhe po ju kushton juve duke u shtyrë në një treg të deregulluar, në konkurrencë të hapur, konkurrencë dhe treg i cili nuk ekziston dhe tashmë kjo është e dëshmuar. Unë po i kaloj fjalën zotit Tahiri nga Partia Demokratike e Kosovës dhe tani kemi deputetin Beton Berisha këtu dhe mandej po e hap diskutimin për gjithë ju. Faleminderit kryetarët, nderuar përfaqësues të bizneseve. Në fakt se është një mungesë jashtëzakonisht e madhe dhe realisht e hendikepon shumë këtë takim mos pjesëmarrja e zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike. Ashtu siç e tha dhe kryetaria e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kemi disa pyetje që realisht kanë qenë në interes ton si politik bërës, pastaj edhe të bizneseve dhe qytetarëve me pasi si kemi arritë deri te kjo çështje, mirë po fatkeqësisht sot pra ata që do duhet i kemi ti përgjigjen
Këtë situatë që po e krijojnë zyrën e rregullatorit të energjisë elektrike, që fatkeqësisht është shndruar në një lloj dege filiali i partisë në pushtet dhe ka dalë për mandatit saj komplet, që nuk është dashur me pa në asnjë rrethon, këtu rrethona çfarë është. Mirë po, me gjasët ne do t'i ngresim shqetësimet tona, mirë po nuk e kemi adresën pak a shumë që të marrim përgjigje se si ka ardhur deri te kjo çështje të daljes në tregtir pra të këtyre kompanive dhe rrezikimit të 10 mirave vendeve të punës në këtë rast, të kompanive që fatkeqësisht sot po dëgjojmë që ose janë duke i bërë përpjekjet dalin nga Kosova, qoftë në rajon, qoftë më larg, pikërisht duke mund të përballojnë pra çmimin e energjisë elektrike në Republikën tonë. Është fatkeqësi që edhe 4 vitet e kaluara komunikimi me zyrën e rregullatorit të energjisë të Kosovës, pra me kuvendin e Kosovës ka lënë shumë për dëshiru, është fatkeqësi e madhe dhe ata kanë dalë komplet jashtë mandatit tyne, ashtu siç e tha edhe kryetaria, tashmë kemi edhe bëjmë me keqpërdorime jashtëzakonisht të mëdha që ju kushton qytetarëve të Republikës Kosovës qoftë nga xhepi i tyre direkt duke i paguar faturat e energjisë elektrike apo përmes taksave dhe subvencioneve që ende nuk e dim saktë se sa Republika Kosovës ka subvencionuar energji elektrike 3 vitet e fundit. Pra janë shumë dokumente të klasifikuara si sekret që nuk do duhesh të ndodhen, pra si kontrata sekrete, që ne ende nuk e kemi shifrën e saktë, pra si legjvend, si kuvendi i Kosovës, ato ku do duhemi raportu zyra rregullatorit të energjisë elektrike, sepse kuvendi i Kosovës i zgjedh ata njerëz, ju jep mandatin atyre njerëzve, pra shumë për këtyre kontratave fatkeqësisht janë të klasifikuara si sekrete dhe ne nuk i dim saktësisht shpenzimet e tyre. Mendoj që në këtë rast prej pozicioneve politike ku i kemi, ne nuk duhet i ndalim përpjekjet, sepse mendoj që nëse arrim të implementohet një vendim i tillë, është fatkeqësi e madhe për këtë vend që shumë prej kompanive punëdhënësve të mëdhaj me rishqyrtu qëndrimin në vendin tonë apo me i shkurtu vendet e punës, sepse ajo do të jetë një dëm jashtëzakonisht i madh që kurdo që do ta krijojë qeverinë e ardhshme do të merr kohë me i sanua dhe me riparu, me rikthyer në gjendjen ku kemi qenë le të themi ku jemi tash në këtë periudhë. Numri i pyetjeve që realisht i kam pasur sot për zyrën e rregullatorit të energjisë elektrike është koxha i madh, prap ne nuk do t'i ndalim përpjekjet që t'i kemi në kuvendin e Kosovës, sepse po e ripërsëris atë që tha kryetaria e grupit parlamentar të LDK-s, është obligimi i tyre që sot ata me qenë në kuvendin e Kosovës. Kërkun tjetër, as në qeveri, as në ministri tjera, mirë po në kuvendin e Kosovës, sepse ky kuvendi ka zgjedh, këtij kuvendi duhet i raportoj. Faleminderit për ta. Faleminderit shumë për Padesh me u përsërit, unë me kënaqësi kam pranuar me kon pjesë e këtij paneli dhe në mënyrë të drejtë për drejtë apo indirekte do të ketë pasoja në jetën e tyre, sepse rritja e çmimeve ka ndiku drejt për drejt në jetën e tyre dhe unë jam këtu për të paraqitur shqetësimin tim, sepse si zërej ata kanë për obligim me kanë këtu dhe ne du ta kuptojmë një herë për gjithmonë që ata që kanë obligim me qenë këtu duhet me qenë këtu dhe nuk mund të ikun përgjithsisht. Jemi me bizneset, sepse jemi treg i hapun, jemi në kapitalizëm dhe unë mendoj që ne nuk duhet dalim në asesi me politika tona, qoftë të heshtura, qoftë këtu tash të mohuara, të mos jem afër atyre që kanë barën kryesore të mbajtjes ekonomisë Kosovë. Kështu që padesh me zgjatë, unë kisha pas qejf me dëgju më tepër, në mënyrë që me pas mundësi me dhënë kontribut, edhe ne me sjell situatën në një moment kur njerëz kanë me pas shpresë më shumë këtë vend se sa me u largu prej këtyre. Faleminderit kaq për një. Faleminderit shumë. Do të bani një në 37.2 apo të kaloj fjalën të diskutantëve. Atëherë, unë jam Eduna Sajt, jam përfaqësuese prej Keskës, përndryshe jam edhe juriste. Ju faleminderit për ftesën, na kemi dashur me qenë pjesëmarrës me vetëm në arsye që me tregu që jemi bashkëpunu, se dhe kemi vullnetin më të mirë me bashkëpunu në këtë proces të ri që po ndodh. Arsyeja, pyetja e parë e cila ishte lidhur me mënyrën e interpretimit që po ka domethënë keq kuptime dhe keq interpretime ose dy versione,
na si Kesko nuk mundemi me marë si barë ose me e dhënë opinion për diçka që nuk është në fushën tonë. Në kuptimin që na nuk jemi organ interpretues, as ligjvënës, as nuk kemi as një lloj kompetence. Ashtu siç e përmendët edhe ju, janë edhe 18 furnizues tjerë. Andaj këta 18 furnizues tjerë nuk po pyeten se çka mendojnë për këtë lloj interpretimi, mandej mendoj që është e padrejtë edhe Kesko më vu në pozicion tillë që i kërkohet një interpretim, duke qenë se janë institucione të tjera të cilat kanë kompetenca regulative edhe të interpretimit. Falë se ke keq kuptuar pyetjen. Jeni ju që e keni të drejtën ekskluzive të shërbimit universal për furnizim me energji elektrike. Na nuk mujmë shku me pyet një kompani pse po i përjashton prodhuesit prej tregut të rregullum kur ata në fakt nuk janë të e furnizu. Apo kupton? Nenin 37, paragrafin 2, ekskluzivisht ka të bëjë me juve, sepse jeni ju ata të cilët me kërkesë të zyrës së rregullatorit të energjisë, këta zotërit këtu që janë sot, shumica prej tyre përfaqësues të kompanive prodhuese, jeni duke i përjashtu prej shërbimit universal, jeni duke i përjashtu prej çmimeve të rregulluara dhe jeni duke ju thënë delni dhe bleni çmim në tregun e lirë, treg i cili nuk ekziston. Pyetja është, Neni 37.2 e nderuame, po thot që për me dal prej tregut të rregullum duhesh me pas, domethënë për me qëndru në treg të rregullum duhesh me përmbush ose njërin ose tjetrin kriter, ose për me qëndru në tregun e rregullum. Çka po bëni ju, jeni duke i përjashtu të gjitha kompanitë të cilët nuk po i përmbushin të dy kriteret. Ju po ju thani kompanive, cilës do këtu prej kompanive që i kemi prezent, po ju thani që ju në qoftë se i keni mbi 50 punëtor, keni me dalë në tregun e rregullum, edhe në qoftë se e keni qarkullimin 90 milion euro. Andaj, arsyeja pse ju kemi thirrë juve është sepse ju po implementoni. Në ndërkohë, vendimi zyrës së kërkesa, njoftimin që kanë bërë publik në faqen e tyre, duke u thirrë në implementim të ligjit, ata citojnë sakt ligjin. Thojnë për me qëndru në tregun e rregullum, duhet me e përmbush ose njërin ose tjetrin kriter. Ju e keni vendosur një aplikacion të faqja juve dhe po i përjashton të gjitha kompanitë të cilat nuk i përmbushin të dy këto kritere. Kjo është arsyeja pse na nuk i kemi thirrë operator tjerë. Për këtë arsye, prapë përsëris që pa dashur më lëshu të interpretimi nenit, Keskoja ka arsyen kryesore që është miratimi tarifave. Tarifat e Keskos kur janë miratu pak ta 1300 konsumator. Andaj Kesko e ka vullnetin qoftë për minimizimin e këtij numrin 200 ose 300 sa mbesin që i plotësojnë të dy kriteret, qoftë me kriju një portofol të ri dhe me fillu me ofru për këta konsumatorët në numër prej 1300. Do me thonë nëse bëhet një rishikim i tarifave dhe futën përsëri në shpenzimet tona konsumatorët e tillë, na vetëm vëdojmë me tregu që jemi të dashme ju ndihmu në këtë farë procese dhe jemi të gatshëm për cilin do lloj interpretimi përfundimtar që e sjellen.